Detajet e reja kanë dalë në dritë nga hetimet mbi vrasjen e 58 vjeçarit Renato Hoxhaj, i cili u ekzekutua mëngjesin e 27 prillit pranë banesës së tij në lagjen Hajro Çakërri. Policia ka arrestuar Eris Mehmetajn, 37 vjeç me origjinë nga Tropoja, i dyshuar si bashkëpunëtor, pasi ka ndihmuar në arratisjen e autorit të krimit. Sipas hetimeve, Mehmetaj i ka dhënë autorit një automjet të modifikuar me targa të falsifikuara, me të cilin ai u largua pas atentatit. Mjeti ishte dorëzuar autorit përpara ngjarjes, ndërsa Mehmetaj ju sekuestrua një telefon celular që pritet të ndihmojë në zbardhjen e kontakteve dhe urdhëruesve të mundshëm. Renato Hoxhaj u qellua me 4 plumba, 2 në kokë dhe 2 në trup, në një atentat të mirë organizuar dhe profesional që sipas burimeve të hetimit mban qartazi shenjat e një vrasjeje me pagesë. Pista më e besueshme mbi të cilën po punon grupi hetimor është ajo e larjes së sapeve mes grupeve kriminale lokale. Autorët dyshohet se janë të paguar dhe nuk kanë pasur një lidhje të drejtpërdrejtë me viktimën, gjë që e bën këtë atentat pjesë të zinxhirit të gjatë të konflikteve mes bandave të Vlorës. Burime të tjera hetimore nuk përjashtojnë mundësinë që porosia të jetë dhënë nga jashtë vendit, konkretisht nga Emiratet e Bashkuara Arabe. Ndërkohë janë marrë në pyetje 5 persona, përfshirë bashkëtuesen e viktimës Klodiana Rakipaj, e cila ka deklaruar se Hoxhaj kishte qenë i heshtur dhe i mbyllur ditët e fundit, pa shfaqur ndonjë shqetësim konkret për ndonjë konflikt apo kërcënim. Hetimet janë në zhvillim dhe pritet që celulari i sekuestruar i Mehmetajt të nxjerrë në dritë të tjera detaje për personat që shndrojnë pas këtij atentati të rënd. Autoritetet nuk përjashtojnë të tjera arrestime në orët dhe ditët në vijim.